I nderuar kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, zotëri Nebi Hoxha. I nderuar zëvendës kryeministër, zotëri Musa Xhaferi. I nderuar ministër Neziri. Shkëlqësia juaj ambasadori i Shqipërisë, zotëri Reka. Të nderuar përfaqësues të partive politike. Të nderuar përfaqësues të ambasadave. Të nderuar bashkëpunëtor, të nderuar afarist, antar të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, të nderuar përfaqësues të mediave. Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në manifestimin Top 100, mirë se erdhët në manifestimin 10 vjet Odë. Para se të filloj me pjesën zyrtare, më lejoni të përmend sponsorët e këtij eventi. ProCredit Banka, bank partnere Odës, sponsorët Halk Bank, EVN Maqedoni, Stopanska Banka, NLB Tutunska Banka, partneri institucional Fondacioni Macedonas për zhvillim të ndërmarrjeve, si dhe gjithë të tjerët që me kontributin e tyre e bën të mundshëm realizimin e këtij eventi. Do ta nis këtë manifestim me një shprehje shumë mirë të njohur për të gjithë ju. Koha është para. E pikërisht për këtë thënie aq domethënëse, ne kemi menduar të organizojmë një event 2 në 1 dhe t'ju lëm të fitoni ju më shumë para. Sot, ne do të shpalosim katalogun Top 100, ashtu siç është bërë tradit për vite me radhë, dhe do të shënojmë sukseset e 10 viteve Odë. Nëse dikur flitej për themelimin e një institucioni në rajonin e Pollogut të Maqedonisë, sot, pas 10 viteve, ne jemi këtu para jush për të folur për një institucion që të gjithë ju tashmë e njihni. Flasim për një institucion të etabluar mirë, partner i biznesit, por jo vetëm. Flasim për një zëdhënës me peshë dhe të fuqishëm që prezanton vetëm interesin e biznesit. E këtë interes e ngrit në gjitha instanca dhe qarqet e mundshme për 10 vite me radhë. Para se të kalojmë te pjesa e ndarjes së çmimeve, që sigurisht shumica nga ju shmezi e prisni këtë moment, ne do donim të ndalemi në disa fakte që shënuan arritjet në këtë 10 vjeçar që po lam pas. Oda startoi në qytetin e Tetovës në vitin 2005 dhe numëronte gjithsej 122 antar. Për t'u transferuar 2 vite më pas në qytetin e Shkupit me një numër të dyfishuar të bizneseve që gravitojnë në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, si dhe duke zgjeruar kapacitetet administrative. Qëllimi jon ka qenë që në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore të antarësohen sa më shumë biznese, me qëllim që në masë më të madhe të jenë të përfshirë interesat e të gjithëve. Pas një dekade ekzistencë, ne kemi arritur këtë synim. Sot, Oda numëron rreth 1800 antar, të ndryshëm nga sektori ku veprojnë, si dhe të shtrirë në të gjithë rajonin e vendit. Me rreth 70 seminare, 82 tryeza të rrumbullakta, mbi 800 takime bilaterale dhe punëtori të vlefshme, gjithëpërfshirëse dhe edukative gjatë këtyre 10 viteve, ne kemi arritur të inkuadrojmë rreth 3000 biznese aktive, të cilët kanë marrë informacionin bazë drejt për së drejti nga ekspertë të fushave përkatëse. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore ka organizuar mbi 120 takime të ndërmjetësimit afarist për antarët e vetë, me partner të huaj, për të cilave janë themeluar mbi 50 bashkëpunime partneriteti për këto 10 vite. Në kohën kur shumë pak flitej për projektet e Bashkimit Evropian, nga të tjerët, sigurisht, Oda vetë se implementonte projekte të atilla. Për gjithë këtë periudhë, me sukses janë implementuar 4 projekte të mëdha të Bashkimit Evropian, me vlerë mbi 400.000 euro, ndërsa për momentin startojnë edhe 2 të tjera, ku Oda paraqitet si partner. Profesionalizmi dhe vendosmëria që të kontribojnë në afirmimin e biznesit dhe shoqërisë drejt vlerave europiane, na mundson që të jemi këtu ku jemi dhe të jemi krenar të prezantojmë sot sukseset tona. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore është një ndër iniciatorët për organizimin e manifestimit sipërmarrësi i vitit, i cili që nga viti 2006 shpërblen sipërmarrësit më të suksesshëm, ndërsa që nga viti 2011 Oda starton me katalogun Top 100, gjithsesi projektin Top 100, ku shpërblen kompanitë më të suksesshme të vitit. Ashtu siç theka më herët, sot
top 100 që më qëndron në skenar pak më vonë, sepse tani do të vjen kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, zotri Nebi Hoxha, që të mbajë fjalën e tij të rastit. Urdhëroni kryetar. Përshëndetje. I nderuar zotri zëvendës kryeministër Gjaferi, i nderuar ministër Neziri, të nderuar ambasador, e nderuar ekscelenca juaj ambasadori i Republikës së Shqipërisë, të nderuar antar të Odave, i nderuar zotri Agim Shahini, të nderuar afarist, antar të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, të nderuar media, zonja dhe zotri. Kam nderin dhe privilegjen e veçantë që sot ju drejtohem në cilësinë e kryetarit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ku shënojmë një dekadë nga themelimi i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore dhe promovojmë suksesin e kompanive tona përmes katalogut Top 100. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, që nga themelimi i saj e deri më sot, është rritur si në aspektin e numrit të antarëve, po ashtu edhe në veprimet e tij në fusha të ndryshme. Ka fituar një kredibilitet dhe reputacion si në nivel vendor dhe ashtu në nivel ndërkombëtar. Për një dekadë të plot, ne jemi urë lidhëse e bizneseve me qëllim të sigurimit dhe kultivimit të marrëdhënieve ekonomike në një nivel më të lartë dhe të besueshëm, dhe njëkohësisht vazhdojmë misionin ton për përfaqësimin e interesave të kompanive antare të Odës. Programi, vlerat dhe parimet që shoqërojnë punën tonë e në radhë të parë për kushtimi dhe serioziteti ishin faktorët kryesor të suksesit gjatë rrugtimit tonë 10 vjeçar, dhe prej këtu e më tej synojmë edhe arritje akoma më të mëdha. Organizimi, mbrojtja dhe promovimi i interesave të antarësisë ngelet shtyllë kyçe e Odës. Ne vazhdojmë rrugtimin e themeluesve të Odës, kryesive të kaluara, të cilëve ju përulemi për kontributin e dhënë për ngritjen dhe etablimin e Odës, duke e sjellur këtë ku është sot, institucion i rëndësishëm dhe mbrojtës i interesave të komunitetit të gjerë të biznesit. Në emër të Këshillit Drejtues dhe në emrin tim personal, ju uroj për këtë 10 vjetor të Odës. Me shpresë që në dekadën e ardhshme të gjithë së bashku të funksionojmë dhe të ngrejmë akoma më lart zërin e biznesit dhe përfundimisht të jemi pjesë e mirëfillt e procesit të definimit të politikave zhvillimore të shtetit tonë. Në 10 vjetorin e ardhshëm, ne synojmë që biznesi shqiptar të zgjerojë diapazonin e veprimit, të fokusohet në fusha të gjëra që në parim nuk kanë patur hapësirën e mjaftueshme për zhvillim, siç janë ngritja e sipërmarrësisë së gruas, inkorporimi i përgjegjësisë sociale, ndërmarrësisë sociale, përkraje të institucionalizuar të start-upeve, zbatim i teknologjive të reja prodhuese, zbatim i teknologjiave edhe më të reja të informimit, të komunikimit, si dhe parimeve të qeverisjes korporative si praktika të mira në udhëheqje konform standardeve më të larta ndërkombëtare. Pra, uroj dhe shpresoj që gjithë së bashku të jemi në rrugtimin sfidues të dekadës së ardhshme. Ju faleminderit. Faleminderit kryetar.
nuk jam aq e gjatë. Ashtu si që ceka në fillim në fjalën nderuese në fakt për atë se kush na nderon ne sot, unë theksova se këtu sot është edhe zëvendës kryeministri Zotri Xhaferi. Unë do doja ta ftoj që me rastin e 10 vjetorit të mbarë një fjalë përshëndetse. Urdhroni Zotri Xhaferi. Faleminderit për respektin, të nderuar të pranishëm, i nderuar i kryetari Odës Hoxha, i nderuar koleg ministër Neziri, të nderuar përfaqësues të bizneseve, të institucioneve, të nderuar ambasador, të nderuar përfaqësues të biznesit nga Kosova. Me të vërtet, nëse më lejoni, unë do ndaj atë kënaqësinë bashkë me ju për 10 vjetorin e themelimit të kësaj ode ekonomike, veri perëndimore, apo më konkretisht si iniciative biznesi shqiptar para 10 viteve, dhe unë përveç që jam në musafir si përfaqësues i qeverisë, jam edhe njëri prej dëshmitarëve që bashkë me ju, atë sa më lejohet, duhet të ndaj këtë sukses që ju keni arritur në bashkëpunim së pari në mes të juve si përfaqësues biznesi dhe keni ndërtu identitetin e juaj të pa kundërshtueshëm në sferën e biznesit, jo vetëm këtu në Maqedoni, po unë besoj edhe në rajone dhe më gjerë, në gjithë Europën, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë ju përgëzoj dhe e them në këtë jubile që është 10 vite se ne si përfaqësues qeverisë do të jemi partnerët e juaj, do t'ju ndihmojmë, do t'ju shërbejmë, do presim sugjerimet e juaja për përmirësim të legjislacionit i cili do të favorizoj biznesin, i cili do të favorizoj konkurrencën e lirë, i cili do të pranoj sukseset më të mirëve, por vazhdimisht në një bashkëpunim për arsye se kjo është rruga e suksesit. Dëshiroj që ju të rritni antarësinë nga 120 siç e kishit 1800-2000 në dekadën e dytë dhe të dëshmoni sukseset e juaja. Ne do të jemi në shërbim të juaj. Ne ju ftojmë për një partneritet të hapur. Ne ju dëshirojmë bashkëpunim me të gjitha odat dhe besoj që dekada e dytë e odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore do të jetë shumë më e suksesshme, gëzuar këtë jubile dhe suksese në dekadën e dytë. Faleminderit Zotri Kryeministër. Ne besojmë fuqishëm në bashkëpunim, në partneritet, andaj dhe jeni këtu, jeni të hapur të gjithë, të ftuar që na bashkangjiteni në dekadën e ardhshme të kemi më shumë suksese. Partneri tjetër është nga institucionet financiare dhe ai është Procredit Banka. Procredit Banka në këto 10 vjet i ka dhënë mbështetjet pa rezervë. Andaj sot kam kënaqësinë të ftoj përfaqësuesen nga Procredit Banka, zonjën Ermira Kica, këshilltare për klient në ekspoziturën e Tetovës, që të mbajë fjalën e rastit. Urdhroni. I nderuar Zoti Kryetar, Zoti Hoxha, të nderuar përfaqësues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, të nderuar komunitet afarist dhe të nderuar përfaqësues tjerë dhe pjesëmarrës tjerë në këtë event. Është nder për mua që t'ju përshëndes në emër të Procredit Bankës. Procredit Banka si një partner afatgjatë me Odën Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Në biznes janë të nevojshëm 3 komponentë: njohurit, shpërndarja dhe qasja deri tek kapitali. Ne, si partneri i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, besojmë që jemi pjesë të treja këtyre komponenteve, të cilët janë mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e biznesit tuaj. Jemi të fokusuar në mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, me shërbime financiare të përshtatshme për ju. Për arsye se jemi të bindur se ju dhe biznesi juaj janë mjaft të rëndësishëm në stabilitetin ekonomik dhe politik të vendit tonë.
dhe posedoni virtyte inovative të cilat janë mjaft të rëndësishme për zhvillim. Në drejtim të mbështetjes suaj, si bank, do doja të përmendja disa risi, me cilat risi ne jemi lider në tregun e Maqedonisë, risi të cilat dhe japin lehtësime në shfrytëzimin e shërbimeve bankare. ProCredit Banka është banka e parë në treg në Maqedoni, e cila për bizneset është në dispozicion 24/7. Në kornizat e ekspoziturave tona, të gjitha ekspoziturave tona, në dispozicion keni zonat 24/7, ku ju si biznese mund të depononi mjetet nga qarkullimi ditor, gjithashtu edhe të tërhiqni mjetet tuaj nga llogaritë tuaja, po ashtu mund të kryeni edhe pagesat elektronike, mund të shtypni flet pagesat apo edhe raportet nga ana e xhiros tuaj. Përshtypjet e para, pikërisht nga ana juaj si biznese kanë qenë mjaft pozitive, për arsye se këto janë një lehtësim në shfrytëzimin e shërbimeve bankare. Janë 3 komponentët të cilët bëjnë këto lehtësime. E para është qasja 24/7. Ju mund të kryeni shërbimet tuaja bankare gjatë festave, në fundjavë, po ashtu edhe në mbrëmje. E dyta, si komponent e dytë, është edhe shpejtësia. Në 2 minuta mund të kryeni shërbimet tuaja bankare, po ashtu edhe kosteja ulët, që shërbimet në këto zona në automate janë pa pagesë. Një inovitet i ri është edhe transferet ndërkombëtare. Në bashkëpunim me korespondentin ton, ProCredit Gjermani, tani e tutje transferet nga jashtë i keni pas një lloj provizioni. Si një banke vetë me fort në region, e cila me sukses vepron në Kosovë, në Shqipëri, në Serbi, në Bullgari dhe në Bosnjë, tashmë një vit klientët e ProCredit Bankës kanë pasur privilegjin që të marrin pjesë në evente të cilat gërshetojnë bizneset e këtij regioni. Evente të cilat marrin pjesë bizneset e këtij regioni, siç tham, është ProCredit Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Serbia, Bullgaria dhe Bosnja. Këto evente mundsojnë kontakte të reja për biznesin tuaj, mundsojnë tregje të reja për shpërndarje të produkteve tuaja, të mira të cilat janë në dobin tuaj. Dhe sigurisht, si deri më tani, jemi në anën e mbështetjes investimeve tuaja, këshilltarët tanë për klient, këshilltarët tanë të biznesit për klient, nuk janë shitës të ordinari, janë që shesin vetëm produkte, por ato ju kuptojnë, mendojnë për suksesin e biznesit tuaj në afat të gjatë. Mua s'më mbetet gjë tjetër, veç se edhe një herë të ndjem e nderuar, si përfaqësuese e ProCredit Bankës, që jam këtu në pranin e bizneseve më të suksesshme në Maqedoni dhe shpresoj për një bashkëpunim më të suksesshëm edhe më tutje. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Kica. Si që dini, Kuvendi është organi më i lartë i odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ai në krye ka kryetarin e kësaj, që është zotri Kasam Zendeli. Njëherit edhe një ndër iniciatorët për themelimin e odës në vitin 2005. Urdhroni zotri Zendeli, merrni fjalën e rastit. Ja ku jemi sot, nga ideja, realitet, pas 10 viteve një organizat goxha e madhe. Është vërtet ajo që ceku afrona, se përveç asaj që tani jam kryetari i Kuvendit të Odës, unë kam qenë një ndër iniciatorët për themelimin e Odës. Andaj sot para jush ndjej një emocion të veçantë dhe duhet të shpreh një falënderim të madh ndaj gjithë bashkëpunëtorëve tanë në këtë rrugëtim të gjatë. Është e bukur të jesh pjesë e një institucioni që është dere hapur për 10 vjet me radhë për të gjithë afaristët, të gjithë biznesmenët. Është e bukur të ndajmë brengat mes nesh, është e bukur kur kërkon zgjidhje, është e bukur kur rjetëzohemi në këtë mënyrë. Është e bukur të krijosh diçka kur je gjithë përfshirës. Pa dashur ta zgjas shumë,
dhe pa mos lënë anash dikë në veçanti, unë dua që sot të ndaj 2 mirënjohje për 2 personat që e kanë ngritur Odën dhe kanë sjellur aty ku është sot. I pari është zotëri Xhemal Dauti, kryetari i parë i Odës Ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore. E ftoj të na bashkangjitet. Dhe i dyti është zotëri Menderes Kuqi, kryetari i dytë i kësaj Ode. Ftoj të ditë të na bashkangjiten dhe të marrin nga një mirënjohje. Edhe nga një fjalë rasti, zotëri kryetarit parë zotëri Xhemailit, pastaj kryetari i dytë. Kjo është mirënjohja për zotëri Xhemal Dautin. Kjo mirënjohje sigurisht për zotërin Menderes Kuqin, kryetarin i dytë. Atëherë urdhroni për një fjalë të rastit shkurt. Vetëm shkurt. Sinqerisht që them, kam shumë emocione, me që ishim një nga iniciatorët dhe barësit e gjithë barës një kohë të gjatë të institucioni, kishim një ide dhe një vizion që mbas 10 viteve mund të them me një sinqeritet se kemi arrit të bëjmë një institucion siç kemi menduar dhe siç kemi planifikuar, po ka hapësirë ende të bëhet. Sot nuk ishe informuar se do të marrë një mirënjohje të tillë, kjo edhe më shumë më emocionoi dhe mendoj se do të jem krah i këtyre udhëheqësisë së Odës, edhe pse nuk kanë funksioner në Odë dhe do t'i përkrahin në ngritjen e kapaciteteve të këtij institucioni. Faleminderit. Ju faleminderit, është kënaqësi e veçantë sot të jemi këtu pas një dekade. Sigurisht që shumë urime shkojnë për ju anëtar të nderuar. Falënderimet veçanta për bashkëpunëtorët tonë, Odat si motra që i kemi në Maqedoni, por jo vetëm. Si ato në Kosovë që i kemi, ju faleminderit zotin Shahini për prezencën tuaj, ata në Shqipëri dhe gjithandaj nga janë. Uroj që edhe shumë vite tjera të kalojmë së bashku. Faleminderit edhe një herë. Vërtet, zotni Dauti dhe zotni Kuqi na emocionuan me fjalimet e tyre. Vërtet është emocioni veçantë të jesh mbas 10 vitesh, të jesh ndjekës 10 vite me radhë i një institucioni dhe sot e ka edhe të vështirë sigurisht të shprehej si duhet. Për gjithë ata që kanë iniciuar, që ngritën këtë iniciativë, kthehemi pas në vitin 2005, ne sot kemi menduar që t'ju ndajmë nga një mirënjohje, nga një simbolik. Ky grup përbëhej nga 18 persona, flasim, do me thënë, grupi iniciues, i cili atje matanën në afërsitë Pollogut e nisi iniciativën, fillimisht në formë jo të shumë të strukturuar, e më pastaj duke ardhur e duke u ngritur dhe duke arritur këtu ku jemi sot. Unë ftoj kryetarin e tanishëm, zotrin Nebi Hoxha, që për këta persona iniciues të ndajnë nga një mirënjohje. Urdhroni, kryetar. Xhemail Dauti, përsëri. Mendoj se zotni Dauti nuk e di si do shkoj në kthehet në shtëpi. Vajza? Qëndroni. Nazmi e Jupi. Taxhedin Ademi. Vetëm pak më kështu që të gjithë të vinë. Jo, s'ka le. Hashim Ajdini.
Në ndërkohë ftojmë Ibrahim Islamin. Ramadan Vejseli. Kasam Zendeli. Ali Ramiz Ziberi. Musa Rahmani. Zilbehar Rahmani. Arben Abdurrahmani. Zarif Bayrami. Hamsi Behluli. Gjemil Selimi. Shpend Dibra. Këtu kemi vajzën e Shpendit, kështu që ajo do të vjen ta merr mirënjohjen, urdhroni. Murat Kasami. Nejat Mustafa. Dhe Erduan Imeri. Atëherë në prapavijën time, ky është ai grup prej 18 personave që inicoi dhe solli Odën këtu ku është sot. Pa dashur të lë në hije askënd, unë do të lutesha njëri prej tyre që të na flet pak më shumë se si nisi ajo iniciativë. Ndoshta zotni Ejupi? Faleminderit për fjalën e rastit. Unë njerë, me Afrona nuk më prezentoj, jam edhe kryetari i komisionit për përgatitjen e gjithë këtij eventit, që duhet t'i falenderoj anëtarët e komisionit, të fillu për kryetarit zotit Nebi Hoxha, zotit Nagip Fezi, Mendy Qira dhe zotit Agim Qerimi, të cilët me angazhimin e tyre të palodhshëm në këto 2 muaj të kaluar janë angazhuar për ta përgatitur gjithë këtë event së bashku me stafin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Në emrin e Këshillit Iniciues për themelimin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, do t'i them 2 fjalë pa ju lodhur shumë, si nevojë e kohës dhe si një mosdoshmëri e realitetit ekonomik në mjesën e Maqedonisë Veri Perëndimore, me iniciativë të këtij grupi afarist të cilët janë në skenë, në dhjetor të vitit 2004, u mbajt mbledhja e parë iniciuese në Gostivar, për themelimin e një ode ekonomike, ku të gjithë të pranishmit hodhën firmat e tyre iniciuese për themelimin e odës, e cila iniciativë rezultoi me 13/2/2015 me kuvendin themelues të odës, ku njëkohësisht edhe këtë vit e festuam edhe 10 vjetorin. Edhe 2 fjalë tjera nëse nuk ju lodhi, jashtë Këshillit Iniciues, falenderojmë të gjithë, ne si komision dhe si Këshill Iniciues, ndoshta ndikend nëse kemi lëshuar nga kolegët që ka qenë prezent, që është e mundur se është një 10 vjeçar, kërkojmë falje, let na paraqitet sigurisht një mirënjohje e tillë nuk kam i mungu. Kërkojmë falje paraprakisht nëse dikën e kemi lëshuar nga Këshilli Iniciues. Duke e marrë parasysh angazhimin e palodhshëm për krajen sa herë që e ka dash nevoja dhe kontributin e parreshtur të kryetarit të parë të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, zotit Xhemail Dautit, në emër të komisionit dhe me vendim të Këshillit Mbikëqyrës, me rastin e shënimit të këtij 10 vjetori, ju thras të gjithëve të pranishëm që nga antarët e Odës që zotrin Xhemail Dauti ta shpallim edhe kryetar nderi të Odës Ekonomike që Maqedonisë Veri Perëndimore. Me shpresë se kontributi i zotit Xhautit nuk ka me mungu edhe më tutje. Faleminderit. Zotni Dauti?
emocionet. Faleminderit të gjithëve, urime të gjithëve. Faleminderit të 18 personave që bën të mundur të jetë Oda ajo që është sot. Unë në fillim e ceka se top 100 e kemi lënë pak më vonë, po mendoj se është koha tani të fillojmë. Është koha ta zbulojmë se kush është ajo 100 që është i vjetshme. Oda katalogun top 100 e publikon për 5 vite me radhë. Ky katalog bart në vete një metodologji të rangimit të kompanive më të mëdha të vitit. Për të na sqaruar më detajisht, më vonë do të vjen drejtori ekzekutiv, ndërsa para tij do të vjen ministri Neziri si përfaqësues, si në krye të Ministrisë të Ekonomisë, për krahës i pa rezervë i Odës ekonomike të na folën pak më shumë për këtë katalog, për këto suksese të kompanive. Urdhroni zoti Neziri. I nderuari kryetar i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, zoti Hoxha, i nderuar zëvendës kryeministër zoti Xhaferi, i nderuar ambasador i Republikës së Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të Odave ekonomike në vend, i nderuari përfaqësues i Odës ekonomike nga Republika e Kosovës, të nderuar përfaqësues të kompanive të ndryshme në Republikën e Maqedonisë. Fillimisht shfrytëzoj rastin që në emër personal, në emër timin, që të gjithë antarëve të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, ti dëshiroj punë të mbarë në dekadën e dytë dhe njëherit ti uroj për 10 vjetorin vitin jubilar dhe besoj që edhe në të ardhmen sukseset të cilët i kanë realizuar deri tani do vazhdojnë. Të nderuar përfaqësues, sipas të dhanave statistikore, konform të dhanave të regjistrit qendror në Republikën e Maqedonisë, tani Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore është një shtytës kryesor ose një lokomotiv kryesore e kompanive ose e biznesit shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Konform këtyre të dhanave, tani kompanitë shqiptare zën vendin e vet ku duhet në shoqërinë në Republikën e Maqedonisë, andaj shfrytëzoj rastin që t'i ndaj disa të dhëna me ju. Dikun rreth 600 milion euro, vetëm top 100 kompanit më të mëdha të kësaj ode bëjnë qarkullim vjetor në Republikën e Maqedonisë, duke përfituar fitim dikun rreth 33 milion euro, gjë e cila do të thotë se kjo odë ekonomike bashkarisht me të gjithë antarët e saj dal nga dal zën vend kryesor në Republikën e Maqedonisë. Çka bën pushteti qendror ose çka bën Ministria e Ekonomisë në përkrahje të odës ekonomike? Ne që nga fillimi ose që nga themelimi i odës ekonomike jemi partner strategjik i kësaj ode dhe në kontinuitet mundohemi që të jemi krah i djathtë i politikave të cilët imponohen nga oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Këtë praktik do e vazhdojmë edhe më tutje. Maqedonia dal nga dal konform të dhënave, sidomos në indikatorët të cilët i bën banka evropiane dhe banka botërore, ose më saktë thënë konform të dhënave nga Doing Business, Maqedonia radhitet në vendin e 12 në botë nga 189 vende të cilët garojnë në këtë listë të indikatorëve. Do në të thotë që jemi të radhitur në vendin e 12 si shtet, si vend më i mirë për të bërë biznes. Gjithashtu në Evropë jemi të radhitur në vendin e 6. Dëshiroj të ndaj edhe një segment ose edhe një fakt ose edhe një argument. Ju jeni dëshmitar se ditë më parë u publikua edhe raporti i Unionit Evropian, ku një nga segmentet të cilët ka lëvizje pozitive është segmenti ekonomik, ku Maqedonia lëviz pozitivisht në këtë drejtim. Gjithashtu dëshiroj të potencoj edhe një argument i cili është me rëndësi, konform politikave pozitive në segmentin e thithjeve të investimeve të huaja, tani në Republikën e Maqedonisë nga kompanitë e huaja
30% e eksportit në Maqedoni bëhet mund nga investitorët e huaj dhe jo rastësisht bruto përdorimi vendor është dikun prej 2.9 deri më 3.1% në Maqedoni. Këto janë trende pozitive, mirë po ne si segment ose si synim kryesor e kemi që mos të punojmë ose mos të qojmë politika tona vetëm në drejtim të thithjeve të investimeve të huaja, mbet që vitin e ardhshëm dhe vitet e ardhshme, Ministria e Ekonomisë, po edhe politika qeveritare të jenë në drejtim të përkrahjes së biznesit vendor, të jenë në drejtim të përkrahjes së kompanive vendore, duke bërë lehtësime të ndryshme, duke filluar nga ata tatimore dhe lehtësime të ndryshme që biznesi i vendit të zhvillohet edhe më tutje. Unë si shqiptar, si minister shqiptar, si minister i ekonomisë kuptohet në qeverinë e Maqedonisë, kënaqem dhe më gëzon fakti që duke u nisur nga viti 2004 deri më tani, oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore krijon vetëm suksese në sferën e biznesit shqiptar dhe në fund shfrytëzoj rastin që uroj që edhe më tutje të vazhdojnë me sukseset e deri tanishme dhe bashkarisht të prim një dekade të re ku do të krijojmë suksese të reja të përbashkëta. Ju falenderit. Faleminderit zotrin ministër. Tani do të vjen drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore zotni Fatmir Bitiqi, i cili do të sqaron më detajisht metodologjinë e rangimit të kompanive në katalog. Urdhroni drejtor. Të faleminderit Afrona, gjithmonë probleme me mbiemrin, Bitiqi. I nderuar i zëvendës kryeministër Xhaferi, i nderuar i ministër Neziri, të nderuar kryetar Hoxha, i nderuar i kryetar Agim Shahini, të nderuar ambasador, të nderuar afarist, të nderuar antar këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës. Unë fatmirësisht është hera e dytë prej 5 viteve që prezantoj katalogun Top 100, po e them fatmirësisht se gjithmonë kam diçka të tretë për të thënë. Edhe është një nder në 5 vite të jesh 2 herë prezantuesi një katalogu. Po më duket Afrona la diçka që nuk i kishte në fakt në skenar. Dje gjatë përgatitjeve të fundit, po lëviznim këtu dhe një prej djemve që merret me organizime më tha, para shumë kohë ndëgjova një thënie shumë interesante, tha për një afaristi, i cili fatkeqësisht nuk është pjesë mes nesh, po i cili në një pyetje të zakonshme, po si bëni ju kaq pare? Ai kishte thënë, shife, nga profesioni nuk jam shqiptar, unë jam profesionist. Unë nuk kam bë para, por kam bë njerëz, dhe njerëzit më sjellin para. Dhe në frymën e kësaj, ju e dini që në Top 100, një prej pjesës e katalogut, kritereve të katalogut janë edhe burimet njerëzore. Por ne si OT gjithashtu kemi ca burime njerëzore që nuk duhet asnjëherë t'i harrojmë. Dhe këto janë njerëzit në zyrën ekzekutive, stafi i cili në këto 10 vite ka mundur të bëjmë gjithçka që sot e numëruam, nga seminaret, nga çdo aktivitet të mundshëm. Kemi një njeri i cili për gjatë 10 viteve ka ndejtur, të themi stoikisht, në këtot, dhe sot mendova si drejtor që është rendi asaj t'i ndajmë një mirënjohje për kontributin në 10 vitet e fundit. Pa e zgjatur shumë, do ftoja në skenë së bashku me mu, zonjushën Mirushe Gjeladini, të më bashkangjitet që t'i ndajmë një mirënjohje për kontributin e saj në 10 vitet e fundit të Odës. Po e madhe, si duket sot, surprizat që kanë të shumta. 10 vjetë. Faleminderit njerë kolegve që më pas ka shpëtuar ki detalj, nuk e di kur jeni marrë vesh, mirë po, faleminderit. Pa mos qeni vogël, i madh nuk bëhesh.
Ne që jemi këtu të gjithë, kemi besuar në këtë dhe u bëm vërtet të mëdhenj. Shpresoj të shifemi pas shumë e shumë dekadash së bashku me shumë suksese. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, Mirusha. Shpresoj që të kemi shumë si Mirusha, të cilët do në arrin në bazë për shumë kohë të gjatë, sepse të ndeturit në bazë do të thotë që ndjehen komod në një institucion dhe po e përsëris të qenurit komod në një institucion të shtyn që të kontribosh akoma më shumë. Sot prezantojmë katalogun Top 100 dhe në fakt ju e dini që katalogu Top 100 bazohet në 3 kritere bazë të cilët merren për çdo kompani. Ndonjëherë kemi quajtur kompanitë më suksesshme, ndonjëherë quajmë kompanitë më të mëdha. Si vjet vendosëm ta quajmë kompanitë më të mëdha, që vitin e ardhshëm të fusim ca parametra dhe t'i quajmë kompanitë më të suksesshme. Dhe do e them se çfarë është risia e katalogut. Këtë vit me ndihmën e Ministrisë së Ekonomisë dhe në bashkëpunim me Regjistrin Qendror arritëm që të marrim të dhënat për kompanitë të cilët i kërkuam në bazë të qarkullimit vjetor, neto fitimit dhe numrit të punësuarve. Gjithsejt, për zonën e Maqedonisë Veriperëndimore, morëm mbi 700 kompani, informata për 700 kompani, nga të cilat rangimi ishte që çdo kompani e cila do futet në katalog duhet të ketë, ose në rangimin final duhet të ketë qarkullim vjetor mbi 50 milion denar, mbi 2 milion denar neto fitim dhe më shumë se 10 të punësuar gjatë vitit 2014. U përzgjedhën fillimisht 140 kompani që të vijmë në listën finale të 100 kompanit. Po e cek edhe një herë Top 100 mendoha se dikush po më rrim mbrapa. Top 100 kompanit vjetore kanë realizuar rreth 590 milion, 600 milion, si që tha ministri, ose rreth 3% të qarkullimit të përgjithshëm të kompanive në Maqedoni. Top 100 kompanit në nivelin shtetëror të top 200-ve marrin pjesë me 8.38%. Nëse hymë në analizën detajore të secilës kategori, në qarkullimin vjetor, kemi 84 kompani me qarkullim vjetor mbi 2 milion euro, 27 kompani me qarkullim vjetor mbi 5 milion euro, 13 kompani me qarkullim vjetor mbi 9 milion euro dhe mbi 27 milion euro qarkullim janë 3 kompani vendore. Ose në grafikon dëngjante kështu. Në kategorinë e neto fitimit, top 100 kompanit kanë një fitim për 31.380.677 euro, ose 29 kompani kanë realizuar fitim mbi 300.000 euro, 10 kompani mbi 800.000 euro dhe 6 kompani fitim vjetor mbi 1 milion euro. Flasim për neto fitim. Dhe në grafikon mund të shihni se cilat janë këto kompani, duke filluar nga më e madhja poshtë dhe duke ngjitur te 10 që i fundit. Në aspektin e burimeve njerëzve, top 100 kompanit punësojnë 4.960 punëtor, pa mos llogaritur punësimet sezonale. Atëherë, kur projeksionet tona janë që ky numër trefishohet. Top 100 kompani shqiptare në gjithë sektorin privat marrin pjesë me diku rreth 1% të punësuara në punësime të rregullta. Në numrin të punësuarve, kjo është radhitja e kompanive sipas katalogut Top 100. Nëse do donim të bëjmë një analizë të katalogut për sektorët me rrogë më të lartë neto për punëtor, në sektorin e ndërmjetësimit financiar, rroga neto për punëtor vitin e kaluar 38.791.
Në sektorin e energjisë 36, parafërsisht, transportit 34, patundshmëri 26 dhe administratë publike dhe sigurimi shoqëror. Këtu do doja të cek se ne në katalogun Top 100 kemi eliminu të gjitha kompanitë të cilët i përkasin dy sektorit të parë ndërmjetësimit financiar, ku hynë edhe kompanitë e sigurimeve, sepse prollogaria dhe analiza nuk do të ishte mirëfillt në bazë të asaj kritereve që i ka vendosur Komisioni dhe Këshilli Drejtues. Në katalog 51% vijnë nga të punësuarve vijnë nga sektori i tregtisë me shumicë dhe pakisë, riparime mjete motorike, 16% vijnë nga industria e përpunimit, që është një prej rrisive në katalog, sepse ka rritje të numrit të punësuarve në industrinë e prodhimit, që na jep një shpresë se jemi në një drejtim të duhur. 12% veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike, dhe kjo është një rritje në krahasim me vitet paraprake. 12% në transport dhe akomodimin, në pas ka ngel përkthimi, dhe objekte qëndrimi veprimtari shërbyese të ushqimit me 9%. Si është bë, cila është metodologjia, si kemi ardhur te 10 kompanitë, se me siguri gjithë e presin. Në çdo kategori është aplikuar sistemi i pikëve apo thon ndryshe i vlerësimit, duke filluar nga ajo kompani që është e para në rang listë të ndonjërës kategori, asaj janë dhënë 100 pikë, të dytit 99 dhe kështu me radhë. 3 janë kategoritë nga të cilat është bërë përzgjedhja e kompanive më të suksesshme. Qarkullimi vjetor, neto fitimi dhe numri të punësuarve. Qarkullimi vjetor këtë herë është vlerësuar me 20% të pikëve totale. Neto fitimi dhe numri të punësuarve vlerësohet me 40%. Në bazë të këtij rangimi, shumë shpejt do shihni top 10 kompanitë e ranguara. Ajo që thashë do e përmend, këtë vit kemi vu edhe 2 parametra të ri në katalog dhe do e shihni për çdo kompani të selektuar që kemi kthimin e kapitalit dhe kthimin e investimit. Mendojnë që këto janë parametra akoma më të mirë, të cilët do bëjnë akoma një rangim më të mirë vitin e ardhshëm në aspekt ekonomik. Nuk donim që si vjet, pa paralajmërim të kompanive, të fusim një parametër i cili do përdoret si kriter, por tani po e themi se si vjet për çdo kompani kemi marrë të dhëna të cilët tregojnë se sa e kanë nivelin e kthimit të investimeve dhe kthimit të kapitalit. Kështu që këto do janë kritere vitin e ardhshëm për rangimin e kompanive. Atëherë, fillojmë. Top 10 kompanit më të mëdha. Kompania e 10 merret me industrinë e prodhimit të metaleve, qarkullim vjetor mbi 7 milion euro, neto fitim afër 600.000, punëtor 89, e ranguar në vendin e 10, dhe është Vardar Dollomit. Ftoj përfaqësuesen e Procredit Bank zonjën Ermira Kica të ndanë çmimin për top 10. Urime. Kompania e radhës vjen nga veprimtaria tregti dhe hoteleri me qarkullim mbi 20 milion euro, neto fitim mbi 540.000 euro, punëtor gjithsoj 80 dhe top 9 është kompania Euroaktiva. Ftoj zotni Etemi Semi që të ndajë çmimin për kompaninë Euroaktiva dhe përfaqësuesin e kompanisë. Urdhroni. Na gospodin.
Urime. Kompania e radhës vjen nga fusha e veprimtarisë distribuimit me një qarkullim vjetor mbi 13 milion euro, neto fitim mbi 480.000 euro dhe të punësuar 206, dhe kjo është kompania me numër rëndor 8, Prince Enterprise. Ftoj zonjën Tetjana Lazarevska që të ndajë çmimin për kompaninë Top 8. Veprimtaria e radhës, kompania e radhës vjen nga prodhimi i ambalazhës plastike. Qarkullim vjetor mbi 11 milion euro, neto fitim mbi 2.4 milion euro, të punësuar 61, kompania me radhë numër 7, Bas Tutti Frutti. Ftoj zotrin Selim Asani që të ndajë çmimin për Top 7 Bas Tutti Frutti. Faleminderit. Kompania e radhës vjen nga industria e tregtimit me qarkullim vjetor mbi 15 milion euro, neto fitim mbi 500.000 euro, numër të punësuar 116, është kompania e re e cila është futur si vjet në katalog, nuk ka qenë në vitet e kaluara, është në vendin e 6 dhe është kompania Kiper. Ftoj zotrin Agim Qerimi që të ndajë çmimin për kompaninë Kiper. Suksese. Kompania e radhës po hym në top 5. Vjen nga industria e ndërtimit, qarkullim vjetor mbi 8 milion euro, neto fitim më shumë se 1.9 milion euro, punëtor 116, kompania me radhitjen numër 5, kompania Pofix. Ftoj zotrin Menderes Kuçi që të ndajë çmimin për kompaninë Pofix. Kompania e ardhshme vjen nga fusha e veprimtarisë të distribuimit dhe në fakt do e shihni që konkurenca në këtë fushë është shumë e madhe, po rritet dhe shtohet. Me qarkullim vjetor mbi 42 milion euro, neto fitim mbi 1 milion euro, punëtor 93, në vendin e 4, kompania Gemak. Ftoj zonjën Gzime Fezi që të ndajë çmimin për kompaninë Top 4 Gemak. Faleminderit. Kompania e radhës gjithashtu vjen nga veprimtaria e distribuimit me qarkullim vjetor mbi 34 milion euro, me neto fitim mbi 900.000 euro, me 257 të punësuar, kompania numër 3, Dauti Commerce. Ftoj zotrin Agim Shahini që të ndajë çmimin për Top 3-shin. Përfaqësues i Dautit.
Okay. Ngushtohet shumë. Kompania e radhës në vend të dytë, me siguri, vjen nga veprimtaria e distribuimit gjithashtu, me qarkullim vjetor mbi 26 milion euro, neto fitim mbi 1.1 milion euro, me 228 të punësuar dhe në vendin e dytë, kompania Alma M. Ftoj zotrin Nazmie Jupi që të ndajë çmimin për kompaninë Top 2. Dhe kompania e radhës që rangohet në vendin e parë, në fakt do e shifni edhe në 2 prej kategorive tjera rangohet në vend të parë. Qarkullim vjetor mbi 45 milion euro, 24 milion euro, më falni, neto fitim mbi 1.4 milion, gjithsej të punësuar 276 dhe është kompania Neptun. Ftoj kryetarin e Odës Ekonomike që të ndajë çmimin për Top 1 kompaninë më të suksesshme të vitit. Urime për gjithë ato që morën çmime, urime për gjithë ato që kanë arritur sukses në punën e tyre gjatë këtij viti. Për ta përmbyllur këtë pjesë të dekadës dhe sukseset e arritura, ne kemi menduar që të ndajmë edhe 3 mirënjohje për kompanitë të cilët kanë kontribuar më së shumti në 10 vite OT dhe për 10 vite kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Pra, ne do të ndajmë 3 çmime për kompanitë e dekadës, pra, siç thash, janë kompanitë që kanë kontribuar më së shumti për këto 10 vite. Unë ftoj zotrin Hamsi Beluli që të ndajë çmimin për Top 1 kompaninë e dekadës, gjithsesi kompaninë e parë të dekadës. Urdhroni zotri. Ta lexojmë? Unë ashtu e kisha qëllimin që ju ta lexoni. Ashtu. Okej, me këtë çmim nderohet kompania Neptun. Ftoj Ministrin e Ekonomisë që të ndanë për kompaninë e dytë të dekadës çmimin. Ftoj përfaqësuesin e kompanisë Gemak të ndajë çmimin. Ndërsa për kompaninë e tretë të dekadës, unë këtë do t'ja rezervoj kryetarit tonë, zotin Nebi Hoxha. Urdhroni. Pra kompania e tretë e dekadës është Alma M. Ftoj përfaqësues.
Të nderuar të pranishëm, këtu ka ardhur fundi i manifestimit të sotshëm. Ne sinqerisht ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e këtij manifestimi 10 vjetot, pjesë e manifestimit Top 100. Apeloj në emër të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, në dekadën e ardhshme të jemi më të bashkuar, të punojmë sa më shumë, që jo vetëm këto kompani që sot shpërblejnë, por dhe të tjerë, bizneset e vegjël të rriten dhe të bëhen të mëdhej si Neptun, si Alma M, si Gemaket e tjerë. Ju falenderoj sinqerisht nga zemra. Mirupafshim manifestime tjera.